Video ku Lul Berisha dhe të dënuarve të tjerë në burgun e Durrësit festonin me alkool dhe shfaqeshin sende të tjera të paligjshme në qeli, tërhoqen jo pak vëmendjen e medjeve. Madje kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha e konsideroi skandal në konferencën për medjet këtë të marrë duke shtuar se nuk është rasti i vetëm. Madje ai publikoi një tjetër material që shpreh se vjen nga burgu i Fushkrujës. Nga pamjet shihen të paktën 19 shishe me pije alkolike, shampanjë por edhe pak kopatetinash. Jemi në burgun e Fushkrujës. Shikoni si është aty. Bar, po janë të partisë. Janë kriminalët e partisë shtet. Nga ana tjetër, Berisha solli në vëmendje sjelljen ndaj Ilir Metës në kafazin e Xham në GKKO, por edhe në qeli. Kafazi është mjet torture në Konventin Evropian të Drejtave të Njerëzit, në Kushtetutën e Shqipërisë, në ligjet e vendit. Është torturë dhe terror psikologjik ndaj të burgosurit. Dhe këta e përdorin ndaj një njeriu, ndaj të cilit nuk kanë të substancuar absolutisht asnjë akuzë. Pas takimit me medjet, Berisha u ndal edhe me kryesinë e Partisë Demokratike, ku theksoi se protesta do të vijojë, por këtë radhë duke u mbështetur edhe në raportin e Bashkimit Evropian. Edi Rama edhe njerë është i plagosur, nuk e merr ma vetëm, nga do që të shkojnë, çfarë do që të bëjnë. Ndaj dhe dashur antarë dhe antarët kryesisë, këto pak ditë që kanë mbetur, duhet ta bëjmë natën ditë për të organizuar kërngritjen më madhështore që kanë pas shqiptarët.